Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca janë mbledhur sërish në sallën e seancave plenare, pak kohë pas aksionit të dyja këtyre subjekteve në mëngjes para objektit qeveritar. E para, fjalën e mori deputetja e PDK-s Sala Jashari, e cila i bëri thirrje kryesuesit Avni Deharit, që ta mbështes seancën në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit. Jashari kërkoi nga deputetët që t'i kthehen përgjegjësisë dhe punës institucionale, duke theksuar se Kosova nuk ka kohë për të pritur. Nuk është se Kosova ka qenë një prej shteteve më të bukura në atë kohë, por me të gjitha ka funksionuar dhe ka funksionuar për shkak një çështje shumë themelore. Ka qenë delegimi dhe besimi në përgjithësitë. Dikush vendoste, dikush organizonte, dikush zbatonte dhe secili e dinte përgjithësinë e vet. Ky është një parim që duket i vogël, por në fakt është themelor për mënyrën se si ndërtohet një shtet funksional. Nga foltorja e kuvendit ka reaguar edhe deputetja e Aleancës Tevuta Haxhiu. Ajo e ka cilësuar situatën aktuale si një krizë të rëndë politike dhe institucionale, duke theksuar se kanë kaluar 17 ditë nga skadimi i afatit për konstituimin e kuvendit, të përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese. Haxhiu ka ngritur kritika për, siç tha ajo, rastin e vagonëve të dërguar në Serbi për riparim. Krejt qytetarët në vend e kishin dhimbjen se është vrarë një djalë në detyrë dhe ata kanë pas guximin me shku edhe në varrim e me i thonë familjes që jemi në përkraje në anën tjetër kanë shku në Serbi, kanë drejt vagon. Zoti Kurti, ma e pakta që ish dasht me bo prej dje, ish dasht me thonë deputetës Rizvanolli shko në shtëpi. Për këtë ka reaguar Ministrja në Detyre e Ekonomisë Artane Rizvanolli, duke thënë se vagonët janë dërguar për riparim në Zrenjanin në Serbi për herë të parë më 2017. Vagonët janë dërguar për riparim në Zrenjanin në Serbi për herë të parë më 2017, sapo janë blerë, në procedurë të nisur në kohë të qeverisë Mustafa e të përuruar në kohë të qeverisë Haradinaj, nga ministri Palekaj. A ka qenë AK-ja e brengosur për këtë çështje në vitin 2017, kur ministri i tyre e priste shiritin për vagonët e riparuar në Serbi, ka shkruar Rizvanolli në reagimin e saj për këtë çështje.